Si është e mundur që në një shoqëri si e jona, kemi kohë të pim ndoshta 3 apo 4 herë kafe në ditë dhe nuk e kemi të mundur të kursejmë? Si që thash pra, ne si shoqëri në vendosjen e prioriteteve te i kalojmë ato që duhet jenë prioritete, siç mund të jenë edhe konsumi. Si një individ i cili ka zakon të pi duhan, ai ndoshta kursente ushqimi dhe pra për të shpenzuar për vesin që ai ka, patjetër që duhet e bën. Çështja është që ne jemi një shoqëri që i kushtojmë rëndësi dukjes, dhe kjo është mos e vërtet. Dhe disa gjërave të parëndësishme, sepse për shembull vetë të konsumosh më shumë se një herë kafë nuk bën mirë as për shëndetin. Se sa vetë të hash shëndetshëm, të mirë menaxhosh parat, të bësh ecje dhe të gjesh mënyra të tjera që se sa të kosh të pish kafe, mund të shkosh të bësh palestër për shembull, sidomos në muajin janar është shumë e rëndësishme sepse ne në muajin dhjetor dhe kemi shtuar peshë. Pra, ka forma të tjera që mund të mirë menaxhohen parat, forma të tjera që mirë menaxhimi paras si edhe një element pozitiv në shëndetin mendor.